shalqinin e përdori në kohën e drekës, dhe me thonë kushtrohet dreka, bashkë me drekën edhe shalqinin. Sa është kombinim ideal konsumimi i shujtës njëkohësisht me shalqinin? A e pengon tretjen? Shalqinin nuk preferohet mu hungër me bokë, ne kum po edhe një tren që hojnë edhe me djathë, nuk preferohet për arsye, kam shpërndame edhe në rrjetet mia sociale, për arsye se buka vënon për mu tret, afërsisht deri në 2 orën. E shalqini shumë shpejt tretet për 20 minuta, e nëse bashkë të dyja t'i hajmë të njëjtën kohë me të njëjtin vat, shalqini fillon mu tretë bymejet në lëkë sa hala pa shku për 20 minuta, edhe mundet me shkaktu fryrje, mundem, problem, po më ne vështirësin tretje të ati voktit të ushqimit. Nuk mundet me bo na i dëm shumë të madh, po e pengon tretje në ushqimit edhe normal që e rrit indeksin, e rrit sasin e insulinës ma shumë se sa që duhet, për shkak që ti ki me marë bukën, që është karbohidrat, edhe shalqini ekstra, edhe dihet që nuk hajmë pak, hajmë shumë se mas bukës ajo të freskon, që janë, sidomos se ke hongër, sa mas bukës len? Po, frutat në përgjësi preferohen, ose çdo vak preferohet pak të 1 orë, po mirë është me kalu 2 orë prej vaktit në vakt. Po.